një profil kaq i freskët, duhet thënë. Besa gjithmonë interesant dhe çdo gjë të rrej shumë vëmendje në gjithçka që ti ke bërë në fakt, ndër vite. Por ndoshta nisim nga filmi i dytë, po një pyetje gjithmonë ka kuriozuar. Ka disi lidhje me vetë mënyrën tënde të emigrimit edhe të largimit nga Shqipëria filmi Yllka, skenari që ti ke shkruar aty, domethënë sa e përfaqëson historinë tënde të largimit nga Shqipëria? Filmi Yllka ka momente të largimit tim nga Shqipëria, por nuk është film autobiografik. Ne nuk kemi ikur të ftuar nga një kushëri imi. E dyta, unë nuk jam martuar në aeroport dhe mund të kishte ndodhur. Por nuk ka ndodhur kështu. Edhe nuk kam qenë në një takim me një person që bën overdose, por një shoqes time i ka ndodhur. Ka momente, kam ikur me vajzën, po. Historia që kemi ikur 3 veta, bashkë me një shoqe aktore. Dhe unë kam ikur ditën e premierës të filmit Unë e dua erën. Dhe atë premierë që nuk... Jo, nuk kam qenë. Dhe filmi Yllka, fillon me premierën e një filmi, në cilën unë jam Yllka është skenariste. Dhe atë premierë që nuk e jetova dot në Shqipëri, e jetova në përmjet filmit, në film. Kështu që ka elemente, gjithmonë shkrimtari, merë elemente nga jeta e vetë, po dhe nga jeta e brezit të ti, nga jeta e shkrimtarve, e shoqeve, dhe i përpunon këto në një formë tjetër. Tek filmi Yllka, sigurisht është një histori emigrimi edhe një histori kërkimi, drejt shpresës, drejt ardhmes, drejt një ndryshimi të madh, drejt një jete më të mirë. Por nga ana tjetër, paralelisht, gjithashtu jeta juaj është zhvendosur në një shtet tjetër, gati në të njëjtën periudhë, pra në fillim të viteve 90. Pra e ndar mes 2 shteteve, mes 2 kulturave, mes 2 botëve, të cilat duke u afruar gjithnjë më shumë, e duke shpresuar ne që të afrohen gjithnjë më tepër, por në atë kohë, në ato vite kanë qenë goxha të kundërta, duhet thënë. Sa është identiteti një personi, diçka që nuk ndryshon, si mendon, nuk ndryshon asnjëherë, apo si një rrjedh çdo ditë dhe mund të përshtatet nga pak dhe të ndryshon nga pak, si mendon? Nuk mund të flas dot për të tjerët, por faktikisht unë jam shumë e pazonja të ndryshoj. Që unë vajta në Zvicër si shqiptare, dhe si shqiptare viteve 90. Dhe faktikisht Zvicra tani, do me thonë, ju përshtatet më tepër shqiptarëve të viteve 90, se sa Shqipëria shqiptarëve të viteve 90. Kështu që unë vajta me atë mentalitet që kisha, kam patur fatin e madh që t'isha vajza e një disidenti, kështu që nuk pata, ajo gjë që nuk pata një ndryshim të madh në mentalitet. Nuk vajta për një jetë më të mirë, sepse mendoja gjithmonë që do jetoja në Shqipëri, mendoja se do vdisja nga nostalgjia po mos jetoja në Shqipëri, por kisha mendimin të martohesha me një të huaj dhe të jetoja në Shqipëri me një të huaj. Kështu që... Kështu e shihje në perspektivën. Kështu e shikoja. Do me thënë, dhe kur takova burin tim zvicerian, i thash ke qef të jetosh në Shqipëri, po tha, dhe unë kam qef të jetoj jashtë shtetit. Dhe ideja ime ishte që... Dhe ideja ime ishte që të mund të shkonim të punoja unë në ambasadën zviceriane. Dhe gjë e parë që bëra, direkt në bas martesës, 2 muaj, erdhëm në ambasadën zviceriane dhe për fakt të keq nuk mund të punoja dot pa bërë juridik dhe unë kisha letërsi, do me thënë. Dhe më mbyll kjo derë. Atëherë thash si të kthehem në Shqipëri unë pa një bagazh. Dhe duke thash po mirë të mësoj frëngjishten dhe të kthehem si mësuese frëngjishteje. Dhe unë fillova të mësoj frëngjishten me mendimin që të kthehesha me një bagazh në Shqipëri të bëhesha mësuese frëngjishteje. Dhe gjatë kohës që unë po isha në universitet për të bërë mësuese frëngjishtje për të huajt, mu propozua një vend pune në universitet nga pedagogja ime Mirej Qifali, që ishte psikanaliste. Dhe në Shqipëri nuk kisha punë. Do me thënë, skena dhe ekrani, gazeta e që dashu në cilën unë kisha punuar, dhe vendi më ishte ruajtur për 6 muaj, ishte mbyllur.
sepse unë i thash ndodh zgjedhjes atëherë kur i thash, unë nuk e di, unë po shkoj tash dhe ndoshta martohem dhe kthehem veti dytë. Ndoshta nuk martohem fare dhe kthehem vetëm. Dhe ndoshta mund të kthehem, domethënë mund të rri atje, të rri në Zvicër, mos kthehem fare. Kështu që mua afrua një vend pune në universitet si asistent pedagoge dhe ishte gjë shumë me rrallë në atë kohë dhe ishte gjëna mos ta pranoja. Dhe faktikisht unë u bëra asistent pedagoge Mjeri Qifalis, për hir të saj jetova në Zvicër, por faktikisht erdhëm bashkë në Shqipëri dhe tani ajo është në Shqipëri dhe unë jam në Zvicër. Bukur. Fondyja tek filmi Yllka nuk pëlqejet fare, në momentin e parë që e provoni. Tani si i ke marrëdhënie me fondyn dhe me këto traditat e Zvicrës? Akoma nuk më pëlqen fondyja. Jo, nuk më pëlqen sepse është bukë me djathë. Nuk më pëlqen. Edhe faktikisht na ka ndodhur kjo skenë e tillë, domethënë kjo për shembull është një nga skenat e vërteta. Të jetuara, po. Të jetuara. Dhe kam përfituar për ta futur në film. E bukur, edhe është një skenë shumë simpatike, në fakt se besoj që shumë shqiptarë gjejnë veten. Ndoshta jo me fondyn konkretisht, po me siguri me situata të tjera ku në përdhëm flasin pikërisht për ato të huaj që ka përballë dhe i cili s'kupton asnjë fjalë nga ajo që thuhet, dhe që në fakt është pikërisht drejtohet për të. Për Shqipërinë, nëse do ta përshkruanim Shqipërinë me 3 fjalë letrare, bukur, cilat do të ishin? Shqipëria është diçka, është një vend ku gjithçka është e mundur, së pari. Shqipëria është një vend ku shumë gjëra janë të pamundura. Dhe Shqipëria për mua është një dashuri nga e cila nuk mund shëroj kurrë. Po dashuria romantike, si do ta përkufizoje ti vetë? Në Shqipëri, faktikisht, pikërisht në librin Dashurinë në kohën e komunizmit, të cilin tani po e bëj seri, jam duke punuar mbi skenarin e një serie, 6 ose 7 episode. Këto Pra, le ta sjellim në kuadër edhe me regjin, lutem. Ja, Dashurinë në kohën e komunizmit, pra ky që nga një lajm shumë interesant, do të ekranizohet, do të kthehet në një film. Jam duke punuar të ekranizoj. Unë e kam lexuar para shumë vitesh, dhe duhet të them që më ka pëlqyer shumë, është histori dashurish, tregohen histori dashurish, dhe ajo që më kujtohet është diku në aeroport, më duket takohen këto 3 gra dhe tregojnë. Po duhet i rikthem sepse ka shumë vite që e kam lexuar, duhet ketë gati një 10 vite. Diçka e tillë. 9 vite, përpara 9 vite shka dalë. Por që ka qenë shumë interesant. Në fakt, në roman, ato vajzat, femrat, takohen, janë shqiptare që jetojnë jashtë shtetit, janë të ftuara në një dasëm, edhe jetojnë secila në një vend të huaj, takohen për të shkuar në dasëm, dhe nga që humbin avionin sepse ka greva l'Italia, si zakonisht, përfitojnë, kalojnë një natë duke treguar se cila historitë e dashurisë. Nga një histori dashurie në kohën e komunizmit. Në roman, në skenar, ato nisen në fakt me makinë. Dhe kjo jep mundësi për të rrëfyer. Që kanë kohë për të rrëfyer dhe nuk fillon e para histori e dyta e treta, por në historitë janë të përzjera. Dhe ajo që është më interesante në skenar, në skenarin e filmit, është se ato nisen me ato ide, po kjo mira, pse s'o martuan jashtë shtetit, po si martohet në Shqipëri ajo, sepse ato kanë lënë Shqipërinë dikur, duke hedhur një gur pas shpine, duke thonë nuk kthehemi më këtu, dhe në fakt ato tregojnë historitë e dashurisë, dhe kur arrin në Shqipëri, mbas një udhtimi 10 ditor, me makinë, me shumë peripeci, me anije, binden që këtu, si që them dhe në librin Miq të humbur, Des amis perdus, kanë lënë gjithçka ato gjëra që kishin më të shtrenjta, dhe ato ripajtohen me Shqipërinë. Kështu që dashuria në Shqipërinë e kohës komunizmit ka qenë jashtëzakonisht dramatike dhe e denjë për romane dhe për filma.